Kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku tha se me vendimin e PZAP-s që të shpallët i jashtëligjshëm organizimi i votimit në 10 qendra alternative jashtë vendit, është ndaluar mundësia që ky proces të mbahet nëpër depo, salla dasmash dhe restorante. Të dielën mbrëma, PZAP ja rrëzoi vendimin e KQZ-s që të shtohen qendrat e votimit jashtë vendit për zgjedhjet e parakohshme të 28 dhjetorit. Vendimi u mor pas ankesës së LDK-s. Në një shkrim në Facebook, Abdigjiku tha se vetëvendosja po tenton të ndërtojë një sistem të vjedhjes së votave, pasi sipas tij e ka humbur besimin e popullit. Mërgata kurrë më të lehtë nuk e ka pasur votimin. Përveç se zgjedhjet janë në fundvit kur secili mund të jetë në atë dhe secili bashkëdhetar që nuk vjen këndej mund të votojë në konsullate e ambasadë të Republikës Shtetit tonë. Mund të votojnë edhe me postë secili në emrin e vet me flet votim jo të printuar por të pranuar nga shteti vet. Vendimin e PZAP-s e kanë mirëpritur edhe në PDK. Lëvizja vetëvendosje e ka akuzuar LDK-n se po tenton ta pengojë diasporën që të marrë pjesë në procesin zgjedhor. Në vetëvendosje nuk tregua nëse vendimin e PZAP-s do ta ankimojë në Gjykatën Supreme. Vladimir Elesi, zëdhënës në KQZ, njoftoi se deri të dielen janë aprovuar mbi 14.600 kërkesa për votim nga jashtë. Shumica prej tyre kanë aplikuar për votim me postë. Mbi 10.500 prej tyre kanë përzgjedhur mënyrën e votimit për të dërguar pakon e fletvotimit në ndonjëra nga adresat e kutive postare që KQZ i hap në shtete të ndryshme të botës dhe mbi 500 të tjerë janë regjistruar për të dërguar pakon me fletvotim në kutim postare të KQZ-s në Kosovë. Ndërkaq mbi 3.500 shtetas të tjerë janë regjistruar për të votuar fizikisht. Të mërkurën, Komisioni Qendror Zgjedhor mori vendim që pas në 50 përfaqësitë diplomatike në 36 shtete, votimi të organizohet edhe në 10 qendra votimi alternative, jashtë objekteve të ambasadave e konsullatave të Kosovës. Sipas PZAP-s, vendimi bie ndesh me ligjin për zgjedhjet e përgjithshme, Nenin 96. Në zgjedhjet e përgjithshme të nënshkurtit të këtij viti, për herë të parë u mundsua votimi fizik në përfaqësitë diplomatike.